Miqtemi, për shëndetje. Si po ja kaloni? Jeta e një fëmije mbushet plot me hidhërime dhe sfida kur refuzohet dhe trajtohet keq nga të tjerët. Personazhi i historisë son humbi shumë vite jetë në një degradim të turpshëm, duke u përpjekur të ndalonte dhimbjen brenda tij. U largua nga të tjerët dhe piu aq shumë sa thuajse vdiq. Ai mendonte se askush nuk e donte, deri në momentin kur zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lirë nga prangat. Të sjellim lajmin e mirë që ndryshon jetë. Po ndihni të lirë nga prangat histori të vërteta njerëzore, të dramatizuara dhe prodhuara në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe sjell në gjuhën shqipe nga Radio 7. Njerëzit që nuk kanë dashuri për të tjerët shpesh kanë më shumë nevojë për dashuri për veten e tyre. Kjo është arsyeja pse Pacific Garden Mission punon prej shumë vitesh me njerëzit e braktisur, me ata që jetojnë në mëshirën e të tjerëve. Gjërat materiale nuk e ndryshojnë dot jetën e tyre, por lajmi i mirë i dashurisë së Perëndisë dhe falja e tij sigurisht që po. Prandaj misioni siguron një stret të sigurt për njerëzit që jetojnë në rrugë, duke ofruar ushqim, veshje, kujdes mjekësor, gjithçka falas. Dhe ndërsa nevojat e tyre fizike plotësohen, këshilltarët dhe pastorët u tregojnë për të vetmin që mund t'i çlirojnë nga prangat, njësoj si personazhi i historisë son. Tani për transmetim në gjuhën shqipe programi numër 20, i serisë Të lirë nga prangat. Program ky që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni. O pres të mbaroni. Tha i flokët sem, jepja peshqirin Xhekut. Nuk kam ndërmend ta thras përsëri kompaninë e gazit. Ata nuk rregulluan gjë kur erdhën. Ja ku e rregullova vet. Tani të gjithë në gjumë, të gjithë. Ju ka kaluar ora e gjumit. O, çfarë muje. Sa herët që është? Fligjum, jashtë është akoma errësirë. Nuk shoh asgjë. Më duhet të ndez një shkrepse. Dimo! Aron, pas ke marrë flak! Sem, shko thira ambulancën në shtëpi! Baba i është djegur shumë keq! Mëngjesi i aksidentit është ngulitur në kujtesën time. Shpërthimi ishte kaq i madh sa që pash flakët të dilnin nga ndërtesa. Rrobat e babait që digjeshin dhe nënën që u lëriste për ndihmë. Kur e takova babain, ai ndodhej në spital dhe lëshonte britma të çuditshme sepse mushkriti ishin djegur. 6 javë më vonë ai vdiq. Isha në klasë të dytë. Nëna u martua sërish me një burr të quajtur Bill. Ai ishte shumë i egër dhe e kisha shumë frikë. Dukej sikur më urrente dhe kënaqur me tmerrin mendor që tregoja kur më afrohej. Kurse nëna dukej sikur nuk donte t'ja dinte fare për mua. Prapu bërë pis Jack. A mund të shkoj të luaj me Johnin? Jo. Të lutem nën, se miku me miqtë e tij dhe unë nuk kam ç'të bëj. Të thash që jo. Po të lutem. Mjaft se më të shmënde. Ore, lëshoje fshesën. Jo nuk ta jap nën. Të thash lëshoje. Jo nën, më rrik po deshe, po jo me atë fshes. Lëshoje të thash. Do të ra për vdekje, kafshë të rbuar. Ja, merre fshesën tënde. Vetëm prica të kap. Shiko se çfarë bëre më. Nën. Më vjen keq nën. Vetëm prica të kthehet Bill. Nuk doja që të vritesh nën. Mos më prek, largo nga unë. Të thash prica të vi babai në shtëpi. Ta tregon ai qefin ty. Jo. Se e bëre? Se e bëre? Ti nuk vjen asgjë. Je një plerë. Nuk do arrish asgjë në jetë. Shpesh shkoja e nxirë në shkollë.
Frika bashkë me urrëtitjen që rritej brenda meje krijonte një ndjesi të tmeshme. Kur u rrita shpesh ja nxirrja zemërimin fëmijëve në shkollë, një zemërim që më friksonte edhe mua. E vetmja gjë që më pëlqente ishte të këndoja në një klub dhe mësuesi i muzikës më inkurajonte shumë. Gjatë kësaj kohe fillova të ngrija pesha të rënda dhe bëja plane si të rrihja njerkun tim. Por dhe pasi kisha vënë muskuj, vazhdoja të kisha frikë derisa fillova të pija alkol. U hakmora kur isha në shkollë të mesme. Në atë kohë dilja me një vajzë që më kërkoi të kujdesesha për qenin e saj. Rash dakord dhe ajo e solli qenin në shtëpinë time. A shiko se si shkon drejt te kuzhina Xhudi. Dihet si në shtëpinë e tij. Ç'është ky qen këtu? Do të kujdesem unë për të sepse Xhudi do të largohet. Mirë? Ma nxirr jashtë që këtu, Jack. Nuk më mori njëri leje që qenin të qëndronte këtu. Tani ik, largoje që këtu. Do ta mbaj larg teje, dakord. Të lutem baba, vetëm për disa ditë. Djalë, nuk ta përsëris më, ha? Mos do që të ndëshkoj. Tani ma largo atë qenë që këtu. Ti qelbanik. Jack, mjaft! Do ta kisha mbytur njerkun tim nëse e dashura nuk do të më kishte ndaluar. E dashura ime u largua dhe miku im i ngushtë shkoi në kolegj. U diplomova në mëshirë të fatit. Isha shumë i zymt dhe pija alkol për të mbushur zbrastim brenda meje. Provova të shkoja në kolegj, por puna dhe festat nuk më linin kohë për të studiuar. Kështu që e lash dhe vazhdova të qëndroja me turmën e gabuar. Oh, nën, sa zhurmë bën dhe ti or burr. Ka kaluar ora 12, Jack. Gjithë ditën ke ndërmend flesh. Oh, kështu më pëlqen. Nuk do të shkosh në punë sot? Më pushuan përsëri. Nuk do të marr më njeri në punë or burr. E çfarë pastaj? A ka më bira? Ej, nuk ka më birë që ke bler vet. Kujdesu vet për veten. Mund të rregullojmë të lashet e tua, por nuk kemi ndërmend të mbajmë me para. S'ka problem. Unë mund të pi edhe mund ta lë atë. Për të mbajtur premtimin, nuk piva alkol për një farë kohe. Ditën e dytë fillova të dëgjoja zëra. Mendoja se do të çmendesha teksa dridhesha dhe mendime të ndryshme më vinin në mendje. Shkova tek doktori. Pëlqia ime ishte dërmuar tashmë, kështu që u shtrova në spital. Kur u përmirësova, shkova në Memphis me një mik. Qëndrova disa vite, më pas u ktheva në Mississippi. Aty gjeta punë dhe dehesha çdo fundjavë. Një ditë kur shkova për vizitë tek nëna, diçka më acaroi. Dëgjoj, Jack, e ke gabim. I kam dashur të gjithë fëmijët e mi. Ti asnjëherë nuk më ke thënë që më doja. Pse po e thua tani? Po si ti nxegoja këto fjalë? Çfarë kam bërë që ta meritoj këtë sjellje? Ti asnjëherë nuk ke bërë asgjë, ja çfarë asgjë. Ti kurrë nuk më ke dashur. Ti thjesht nuk e kupton. Unë i kam dashur të gjithë fëmijët e mi. Ku ishe ti kur Bill më rrihte për vdekje? Ku ishe ti kur kisha nevojë për ty? Kur u martova nuk pija më nëpër lokale, por në shtëpi. Pasi sollëm në jetë 2 fëmijë, fillova të kisha halucinacione dhe gruaja më dërgoi në spital ku mësova për drogën dhe se si ta anashkaloja terapinë. Gjithmonë kisha besuar se Perëndia ekzistonte, por mendoja se ai nuk i pëlqente njerëzit si unë. Në spitalin psikiatrik, pash se si djalli ishte i vërtet dhe se ai dëshironte të më shkatërronte. Ja, ku po vjen lepurushi pashkës. Ija ti pishi ilaçe tani. Vendosu në rrisht edhe sillu mirë. Mos shtyni për ndryshe ju futa në korrent, ë? Të gjë nuk e doni, apo jo? Na duhet një vullnetar që të na ndihmojë me elektricitetin. Jack, ti je burr i fortë. Ti ke muskuj. Mbaje Billi ndërsa e zë korrendi. Ligjet ndryshuan dhe gruaja nuk mund të më hiqte qafe. Kështu që u lirova sërish, por isha në gjendje të vazhdueshme depresioni. Një minutë veproja si manjak i zemëruar dhe minutën tjetër isha i tërhequr. Më pas shkova në Jackson. Nuk e mbaj mend se si. Një natë isha vetëm në shtëpi kur fillova të nxirrja gjak. Kur gruaja më çoi në spital isha gjysmë i vdekur. Doktori ishte një djalë me të cilin kisha kënduar në shkollë. Xhega, më dëgjon. Oh, Gruaja jote nuk na lejon të kurojmë. Ajo thotë se nuk beson tek transfuzioni i gjakut. Por ne duhet patjetër të japim gjak, për ndryshe do të vdesësh. A më kupton? po. Ja. Këtu kam një formular pranimi dhe po të mbaj dorën ndërsa ti firmos.
Ja edhe disa të qepura dhe do të përfundojmë. Pastaj na mbetet vetëm stomaku. Oh, çfarë po ndodh? Po vdes. Shpejt, hajde më jepni defibrilatorin. Oh, reago. Je me fat që je akoma gjallë, Jack. Për pak më ngele në dorë ti kopuku vjetër. Kemi hequr 1/3 e stomakut dhe pothuajse kishim mbaruar kur zemra jote ndaloi. Duhet më kishe lënë të vdisja. Pothuajse vdiqe. U përpoqëm shumë të kthenim në jetë, por nuk pati sukses. Ne po dilim nga dhoma e operacionit kur makina filloi të bënte zhurmë përsëri. Duhet të jemi sinqert me ty, Jack. Shanset për të jetuar janë të pakta. Bën mirë të mos pish më alkol. Por unë nuk mund ta lija alkolin. Kujtimet e mia zbrazeshin dhe ngatëroheshin kur pija, duke kaluar nga një imazh në tjetrin. Baj mend që bëra aksident, prisha makinën dhe gruaja humbi foshnjën e saj. Unë vetë hyja e dilja nëpër spitale psikiatrike dhe nëpër burgje. Ajo u divorcua nga unë dhe filloi të jetonte me një burr tjetër, kurse unë jetoja në rrugë ose nëpër ferra, duke provuar çdo terapi të njohur, pija gjithçka shikoja. Kolonj, disinfektues, gargare, ç'të gjeja. Kujtoj që kam vjedhur, kam kërkuar lëmosh dhe kam shkuar në përmisione. Sepse paga e mëkatit është vdekja, por dhuntia e Perëndis është jeta e përjetshme në Jezus Krishtin, Zotin ton. A urrej këtë emër. Pas një kure punova për 2 vjetë si roje. Më pas rash dhe theva një disk në shtyllën kurrizore. Me paratë e siguracionit bleva një kamion dhe udhëtova në gjithë vendin. Miami, Texas, Los Angeles, kazinot e Las Vegasit. Një ditë mora një burr në makinë dhe ai filloi të ngiste makinën, ndërsa unë pija alkol. Ku jemi? Në rrethinat e Lubbock, me sa duket ka ndodhur një aksident. Ndoshta mund t'i ndihmojmë. Shoferi që nga akoma në makinë, o bobo, pas ka ngecur dhe makina ka marrë zjarr. I pas ka rënë të fikët. Dera është bllokuar. Ndoshta mund ta nxjerrim nga dritarja. Kot që lodhemi. Nuk e nxjerrim dot. Nuk mund ta duroj dot këtë pamje or burr. Kujtimet e vdekjes së babait u kthyen përsëri dhe më demoralizuan. Të tjerë erdhën, ndaj u larguam nga vendi i ngjarjes dhe shkuam në një fshat të vogël për të bler birr. Ju djem dukeni sikur keni kaluar ferrin. Po, u munduam të nxjerrim një burr nga një makinë që kishte bërë aksident në rrugë. Po ai kishte ngecur dhe makina kishte marrë zjarr, ishte vërtet e tmerrshme. Po një mirë të pushoni pak dhe të freskoheni. Ne nuk pam asnjë motel që të pranoj falas burra si ne. Unë kam një kamion qinë këtu afër dhe po e rinovoj. Ju mund të shkoni atje dhe të pushoni. Flini sa të doni para se të udhëtoni. O, sa mirë. Se mua po mbyllen syt. Zotërina trego rrugën. Ai na tregoi vendin dhe më pas u largua. Aty pam vegla të mira pune dhe një en kafeje plot me monedha, me vlerë rreth $100. Kështu që i futëm të gjitha gjërat në kamion dhe nisëm përsëri udhëtimin. Nuk kaloi shumë kohë dhe ushtria na rrethoi duke na prangosur. Plaku që kishim vjedhur u afrua pranë nesh. Djema, me sa shoh të gjitha veglat e mia që kanë këtu. Ne i gjetëm të gjitha gjërat e tua, dhe kjo mjafton që ato të dënohen për një kohë të gjatë. Jo, nuk dua t'i padis. Thjesht duaj që të marrin një mësim të mirë dhe kaq. Unë e vlerësoj që ti nuk do t'i padisësh këto djem. Por ne i kapëm. Kjo është provë, dhe në Texas, ky konsiderohet krim, ndaj do të dënohen. Jo, thash jo, nuk do të bëj denoncim. Dua vetëm veglat e mia. Lirojeni djemt. Ti lë të lirë? Çfarë po thua kështu? Ata të grabitën dhe ne i kapëm. Përveç kësaj, ky po i jepte makinës i dehur. E po, ky djali tjetër nuk duket i dehur që t'jap makinës. Djal, a je në gjendje të ngasësh makinën? O, po zotri, unë nuk pisi ai. Unë mund ta ngas makinën shumë mirë. E dëgjove tani? Lëri djem të shkojnë. Janë disa gjëra që dhe një i marr nuk mund t'i injoroj. Edhe ishte e dukshme që Perëndia kishte ndërhyrë për të më mbrojtur. Se kishte bërë Perëndia diçka të tillë për një njerëz që nuk e pëlqente.
Unë vazhdova të pija dhe të udhtoja në gjithë vendin. Në lindje në Alabama, përsëri në Mississippi dhe më pas në lindje të Tennessee. Në Tennessee u arrestova sepse ngisja makinën në gjendje të dehur dhe qëndrova në qeli 3 muaj para se të dilja në gjyq. Zoti Hollingsworth, me sa shoh në këtë dokument këtu, pas keni qenë shumë i zënë. Zotri, Të kemi kontrolluar dhe emri yt ka dalë në sistemin ton shpesh herë. Pini shumë alkool me sa duket, a? po zotri, kam pirca. Kur ju ndaluat nga policia, përmbajtja e alkoolit në trupin tënd ishte 3-8. Shumica e njerëzve vdesin po të pinë kaq shumë alkool. A e di e këtë? E kam dëgjuar. Unë kam vite që kam vdekur, thjesht nuk mund të zhdukem. Po, të udhëtosh në gjendje të dehur është serioze. Dhe ju jeni ndaluar shpesh herë në gjithë vendin. Por unë nuk shoh ndonjë krim. A keni kryer ndonjë krim, zoti Hollingsworth? Jo, nuk kam kryer asnjëherë ndonjë krim dhe këtë mund ta vërtetoj dhe dokumenti juaj. E po, çfarë mendon se duhet të bëj me ty? Ti ke që në burg për 3 muaj dhe mendoj se është koha për të bërë diçka. Nuk ka shumë rëndësi. Unë mendoj se ti ke nevojë për ndihmë, zoti Hollingsworth. Ti si mendon? Po, mendoj se po. Ekziston një vend kurimi në Corbin, Kentucky. Kam quar njerëz që kanë patur rezultate të mira. Po të dënoj me 3 muaj të cilat i ke bërë tashmë, me kusht që ti të përfundosh këtë program kurimi. Dhe atëherë do t'i heq gjithë akuzat dhe gjobat që ke. E fillova programin, por më pas u largova dhe jetova në errësirë të plot. Pa kujtime dhe pa pasur sensin e kohës. E ureja jetën. Një natë kisha disa monedha në xhep dhe shkova të blija 2 shishe alkool. U zvarrita poshtë një kamioni. Piva derisa nuk mbajta më dhe rash pa ndjenja. Ditën tjetër u zgjova më i sëmur nga ç'kisha qenë dhe dikush më tregoi një vend, një qendër lokale për të alkoolizuarit. Të alkoolizuarit qëndronin aty vetëm 7 ditë dhe gjatë kësaj kohe u njoha me Sally, një infermiere që punonte gjatë turnit të natës. Edhe sonte nuk mund të flesh? Unë kur nuk flë natën. A e ke problem të ulem dhe të flas me ty? Absolutisht jo. Kur nuk do të pi më alkool. Ngjyra e jeshile nuk më shkon. Ti mund të kishe vdekur. Pikërisht këtë doja, ose të vdisja, ose të shkatroja trurin që të mos qetësohesha më. Ka që keqe që nga jeta? Njërku im gjithmonë më ka thënë se isha një parazit dhe kishte të drejtë. Ti mund të ndryshosh, Jack. E kam provuar të gjitha. Kam shkuar në të gjitha qendrat e mundshme, por unë jam një pianet si pa vlerë. Dhe sikur kjo të mos mjaftonte, jam dhe i çmendur me certifikat. Çfarë? Po, unë dëgjoj muzikë dhe zëra kur nuk ka asgjë përreth. E di që janë demon. A beson ti tek demonët? Unë besoj tek Jezusi. E urrej atë emër. Ky emër më mërzit gjithmonë. Nuk do të zemërohesh se e thash këtë. Jo. A urren ndonjë gjë ti? Po, unë urrej djallin. Edhe unë. Por ai më ka pronën e vet. Një natë kur isha i dehur dhe po ngisja makinën, ndjeva dikë që më tha: "Nuk ka rëndësi se çfarë bën. Ti je i imi. Tani e prona ime." Edhe kjo është e vërtetë. Unë jam një pianet si pa vlerë. Ti kur nuk do të dehesh më. E dija se Perëndia kishte kursyer jetën time sepse qëndrova në atë qendër 21 ditë në vend të 7 ditëve. Dhe çdo natë, Sally dhe unë flisnim. Ajo ishte shumë inteligjente, por bashkëbisedimet dhe veprimet e saj ishin të bazuara në shkrime. Nuk e pëlqeja, por e respektoja shumë, më shumë se çdo person tjetër që kisha njohur. I tregova gjithçka rreth meje dhe ajo kurrë nuk u shokua. Më vonë, shkova në një vend riaftësimi profesional. Diçka e pamend, por qëndrova larg nga pija për 2 vjet dhe me raste takohesha me Sally në qytet. Më në fund u dorëzova dhe u ktheva në qendrën e detoksikimit. Perëndia kishte filluar të shëmte muret që kisha ngritur rreth meje dhe ndihesha kaq i dobët. Ke të drejtë, Sally. Vetë përmbajtja nuk e mbush zbraztin në jetën time. Unë jam delja e zezë në familje dhe këtë nuk mund ta ndryshoj. Prindrit e mi abuzonin motrat dhe vëllezërit e tjerë, por të paktën ata kanë pasur sukses në jetë. Pse jam kaq i pavlerë? Jack, suksesi nuk mund të matet me gjërat që ke. Bibla thot: "Mirësia dhe e vërteta mos të lënçin kurrë." Lidhi rreth qafës ato fjalë. Shkruaj mbi tabelën e zemrës sate. Do të gjesh kështu hir dhe arsye në sytë e Perëndisë dhe të njerëzve. Perëndia është e vetmja përgjigje tek ty, Jack. Nuk ka rëndësi që të kanë bërë nëna apo njerëku yt. Ti duhet t'i falësh që të jetosh. Për ty është e lehtë.
Nuk ndryshon asgjë nëse të vjen keq për veten. Harroje të shkuarën dhe mos u mundo të largohesh nga e vërteta. E vërteta më lëndon shumë. Por e vërteta do të bëj të lirë. Ndoshta prindrit nuk të kanë dhënë dashuri, por Perëndia po. Ti më ke treguar për të gjitha momentet kur ai të ka mbrojtur. Perëndia të do, Jack. Nuk ka asgjë që mund të ndaloj këtë. Ai nuk është si ne. Ai dha Jezusin, birin e tij të vdes për ty. Nëse ti do të ishe i vetmi person i mbetur në tokë, Jezusi përsëri do të kishte vdekur për ty. Kjo ishte zgjedhja e tij. Ai të do, sepse ai zgjedh të dojë. Ti nuk mund të bësh asgjë për të merituar dashurinë e tij, sepse ai gjithmonë të ka dashur. Po mundohem ta besoj këtë selli. Por pse duhet të kujdeset ai për mua pas gjithë atyre gjërave që i kam bërë unë atij? Më thuaj, nëse gjërat do të ishin ndryshe dhe ti do të ishe babai ndërsa ai djali, a do të urreje ti atë? A do ta flakje? Apo ta falje dhe ta ndihmoje që të kishte të gjitha shanset në jetë? Nuk do doja ta shihja të lënduar. Mendoj se do bëja gjithçka që ta ndihmoja. Kështu është Perëndia, Jack. Unë dua që ti të lexosh diçka në Bibël. Mirë? Me zë të lartë. Gjoni kapitulli 14, vargu 6. Ja, këtu. Jezusi i tha atij: "Unë jam rruga e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen te Ati vetëse nëpërmjet meje." Jack, Jezusi dëshiron të vijë në jetën tënde dhe të shpëtojë. Por ti duhet ta ftosh atë. Duhet ta pranosh atë si shpëtimtar dhe ti kërkosh që të falë mëkatet e tua. Ai do të jap një jetë të re. Jezus, nëse ti mund të bësh diçka për mua, të lutem më ndihmo. Nuk mund të pushoja së qari, por e dija se çdo gjë do të përmirësohej. Sa po fillova lutjen, prezenca e Zotit mbushi atë zyrë të vogël, duke më bërë një person të ri. Diçka brenda meje ndryshoi përgjithënjë dhe unë e dija se nuk do të pija më kurrë alkol. Haleluja. Emri i Zotit u bë i çmuar. E doja atë. Lotët e mi të keqardhjes u bën një lum i pastër. Unë isha i lirë. Disa javë më vonë, i tregova Sellit për disa ndryshime të tjera. Çdo besimtar i ri kështu e lexon Biblën. Nuk mund ta lë. Bibla është e mahnitshme. A të pëlqen puna e re? Do të jesh krenare për mua, Selli. Kam shkuar në orar çdo ditë dhe punoj shumë, duke bërë atë që më thon. Ti po mëson përgjegjësinë dhe disiplinën. Kjo është diçka e re për mua. Tani duhet të mësohem me Jackun e ri. E kam humbur plotësisht dëshirën për të pirë alkol. Tani as era nuk më pëlqen. Zoti ka plane për ty, Jack. Ndërsa ti rritesh në njohurinë e fjalës së tij, ai do të tregojë çfarë të bësh. Kaloi më shumë se një vit dhe unë mësova me shumë gjëra rreth jetës së re. Më pas Perëndia filloi të më tregonte planin e tij për mua. Argumentova me Perëndin për javë të tëra. Një ditë në punë, nuk mund ta duroja dot gjendjen, kështu që kërkova leje. Më pas shkova të takohesha me Sellin. Kush është? Jam unë, Jacku. Oh, eja brenda, Jack. Jam këtu në kuzhinë. Ti duhet të ishe në punë tani. Perëndia më ka folur, Selli, dhe mendoj se ai të ka folur edhe ty. Jam menduar t'i them jo, por mendoj se ai e ka vendosur, edhe pse nuk ka shumë kuptim. A je gati të martohesh? Prit një minutë, po shkoj të ndërrohem dhe pastaj ikim. Atë mbasdite u bëm zoti dhe zonja Jack Hollingsworth. Si gjithmonë, Perëndia kishte të drejtë. U shpëtova më 8 dhjetor 1988 në orën 3 të mëngjesit. Në vitin 1999 u përballa me njerëkun tim, Billin, për sjelljen e tij abuzive gjatë fëmijërisë time dhe ai më kërkoi falje. Gjithashtu u lut dhe i kërkoi Perëndis ta falte. Leximi i fjalës së Perëndisë ndryshoi mendjen time dhe më përgatiti për punën e tij. Ai e restauroi zërin tim. Ndaj unë dhe Selli kemi muzikën si pjesë të shërbesës son. Shërbyem për 3 vjet në një azil dhe tani jemi ungjilltar. Udhëtojmë në gjithë vendin për të ndarë lajmin e mirë se Jezusi të çliron. Personazhi i historisë son ishte vetëm 4 vjeç, kur pa dashe prishi një ngrohës gazi që kishte rrjedhur gjithë natën dhe që shkaktoi një shpërthim të madh. Ai u rit duke fajsuar veten për vdekjen e tatit. Jack Hollingsworth është i paritshëm për sa i përket sfidës së tij me alkoolin. Kjo histori tregon se si ndryshoi jeta e tij, tani në të lirë nga prangat. Miku im që po na ndjek në këtë moment,
Apo largohesh nga Perëndia kur e di se vetëm ai ka fuqinë të ndryshojë jetën tënde? Letra e parë e Gjonit, kapitulli 5, vargjet 11 dhe 12, e bëjnë premtimin e tij shumë të qartë. Dhe dëshmia është kjo: Perëndia na dha jetën e përjetshme, dhe kjo jetë është në birin e tij. Ai që ka birin, ka jetën. Ai që nuk ka birin, nuk e ka jetën. Nëse dëshironi të ndryshoni jetën tuaj, ky është momenti i duhur. Gjithçka që duhet të bëni është të hapni derën e zemrës suaj me një lutje, e të thoni: Zot, unë jam një mëkatar i humbur, që nuk meriton mëshirë dhe hir, por vi tani te kryqi, duke kërkuar faljen tënde, sepse Jezusi vdiq për mëkatet e mia. O Zot, dua dashurinë tënde në zemrën dhe në jetën time. Unë besoj se ti u ringjalle nga të vdekurit dhe se po vjen në zemrën time tani dhe më pranon si fëmijën tënd. Faleminderit për dhuratën e birit tënd o Atë. Në emrin e Jezusit lutem. Amen. Nëse e keni bërë këtë lutje sot, ju lutem na shkruani në Radio 7, kutija postare 2914 Tiranë, ose na dërgoni një email në info@radiofis7.net. Shumë njerëz zbulojnë dashurinë e Perëndisë duke dëgjuar këto dëshmi. Ndaj ju lutem tregojini miqve dhe të afërmve tuaj që edhe ata ta dëgjojnë këtë program. Ndoqët programi numër 20, historia e vërtetë e Jack Hollingsworth. Të lirë nga pranga të prodhua nga Pacific Garden Mission dhe u soll në gjuhën shqipe nga Radio 7, për të treguar nëpërmjet historive të vërteta se nëse jeta juaj është bosh, ajo mund të mbushet derisa të derdhet. Dita jo ndriçohet kur marrim letra dhe emailet tuaja, andaj mos harroni të na shkruani. Deri herë në ardhshme bashk, miru dëgjofshim.